banorit atyre zona po ndërtohen, po largohen nga këto zona. Ky model puna mirë akoma më shumë para publike. Dhe aeroporti i Vlorës është ajo që tregon marrëdhënë e këtij modeli zhvillimi. A e dini, nëse aeroporti funksionon, nuk do ta bëjnë ne më të pasur, po një grusht njerëzish. Nëse aeroporti nuk funksionon sepse aty kalojnë dhe migrojnë zogj, a e dini që dëmet do t'i paguajmë ne? Pra ne do të paguajmë para në rast se fitimi është i munguar e atyre që e kanë ndërtuar. Nëse aeroporti nuk do vendosen në punë dhe do shkojnë në arbitrazh, a e dini që sërish ne do të jemi ata që do të paguajmë. Pra, ne paguajmë dështimet e tyre dhe u mendoj se ky nuk është modeli i cili po ndërtohet për ne. Por në mendimin tim, kur nuk të ngelet gjë tjetër, fillon dhe shet dhe rrobat e trupit. Dhe këtë gjë ka bërë Edi Rama. Edi Rama në fakt na e ka nxjerrë fytyrën duke u bërë bashkë me shtete terroriste. Ka lejuar që ndërtohen në Shqipëri kampe për refugjatët dhe pse jemi popull emigrantësh. A e dini çfarë ka bërë Edi Rama? Edi Rama për të shpërtuar veten e vet e ka shit territorin për të marrë pak mëshirë nga Donald Trumpi. Edi Rama mendon në fakt se me korrupsionin e tij gjithsesi flamingo të qëndrojnë aty, por ajo që mu mendoj është se ata janë dritë shkutur, ata mendojnë se pavarësisht ndërtimit, pavarësisht shkatrimit në zonat të mbrojtura, flamingo të rrinë aty, në përfishinat e tyre e në përresort e tyre luksoze të cilët ne na largojnë, por dhe ata shpejt do t'i largojnë nga i rëmë. Faleminderit.